më siguroj që diplomat janë origjinale, madje me këtë diploma unë mund të vazhdoj edhe universitetin, i cili nuk më duash hiç. Kjo letër që do t'i hap të dyert për në zonën e mundësive, u bë sherrri që e la pa para e bllokoi në Shqipëri për një gjysmë dekade. Krejt çka ndodhi, piknisje ka këto banka në të cilat personazhi i Kiksit, sot 40 vjeçar, nuk u ul asnjëherë. Ndonse emri i shkollës Arkitekt Sinani në Mitrovic figuronte në dokumentet e përfundimit të shkollimit të mesëm të tij. Nota i mori pa prekur asnjëherë kurrizin në ulset e klasës, e pa shkelur asnjëherë këmba e tij në këtë qytet. Në pikë 40 vjeçari nga Durrësi në vitin 2021 vendosi të shkonte në Norvegji për të punuar, mirë po mungesa e një diplome të shkollës së mesme ishte pengesë. Por siç zakonshëm gjithmonë del një shqiptar i cili të bën zgjidhje për çdo gjë, legale e ilegale, një i ndodhi edhe kësaj here. 40 vjeçari fare let bëri zgjidhje për diplomën e munguar. Ai e bleu atë cop letër që realisht ka vlerë të madhe në shkollimin dhe edukimin e gjeneratave nga një Ferizajas. Hamdin Recaj shici diplomave kësaj here të shkollës së mesme, doli se po i falsifikonte ato, me që 40 vjeçari le që mbeti pa shkollë të mesme, po doli edhe me dokumente të falsifikuara. Edhe unë si çdo shqiptar tjetër dëshiroja që të largohesha nga Shqipëria për arsye se nuk ndihemi të vlerësuar këtu, edhe mendova që të shkoja në Norvegji, të emigroja në Norvegji. Mirëpatje ishin kushtet shumë ekstreme, shumë strikte, edhe duhet të kisha patjetër një diplomë shkolle. Për arsye se unë nuk e posedoja këtë diplomë të shkollës, rash në kontakt me një mikun tim nga Firzaj, Kosova, edhe i cili më sugjeroi një mikun e tij të ngushtë, i cili i kryente këto diploma. E takova këtë personin edhe më siguroi që diplomat janë origjinale, madje me këto diploma unë mund të vazhdoj edhe universitetin, i cili nuk më duash hiç. Dhe mbasi mi vonoj këto diplomat rreth 6 muaj apo 7 muaj, në këmbim të shumës diku te 1250-1300 euro, plus shpenzimet e mia lart e poshtë në Kosovë mund të kem mbajtur diku te 40 herë apo 50 herë. Mbasi shkova në Norvegji bëra aplikimin. Vitin e parë e mora lejen e qëndrimit. Dhe ndërkohë atje plasi skandal me këto diplomat falso, të cilat ata i rikthyen edhe një herë për kontroll. Dhe rezultoi që edhe diploma ime ishte falso. Duke mos mjaftuar një i mashtruar, në pikë tregoi se kur shkoi në Norvegji, takoi edhe 3 persona të tjerë, të cilët kishin blerë diplomën nga po i njëjti person dhe se ishin diplomuar në po të njëjtën shkollë. Si puna ime ishin edhe 3 të tjerë që kanë diploma, të bëra po nga ky zoti Hamdin Recaj. 40 vjeçari në rrëfimin e tij për Kiksin ka treguar se si Recaj ja kishte përpiluar mirë historinë e tij, duke e bërë më të besueshëm. Ai e kishte siguruar klientin e tij se ka autoritet, duke përmendur faktin se ishte edhe veterani i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai tha që ka njerëz në shtet, madje ky ka qenë veteran i UÇK-s, sipas atij, edhe supozoj që gjatë këtyre viteve, nga viti 2013 deri në vitin 2017, kjo shkollë ka qenë në menaxhimin e umnikut, kështu që për zotin Hamdi ishte më lehtë për t'i krijuar këto diploma dhe për t'i realizuar këto diploma. I nderuar, e di që jeni në hall, po unë po pres një falsifikim nga Ministria e Jashtme, që të kam duart e lira për veprim. Personalisht i kam shkruar sot sekretarit të Ministrisë së Jashtme, edhe përgjigjja është që me datën 2 do të më kthejnë përgjigje për shkak të ngarkesave që kanë, por nuk kam harruar edhe që me datën 2 do të takohemi me gjërat e rregulluara. Përshëndes edhe do të takohemi. Është fundi brenda kësaj jave. Më garanton sepse edhe ministri Anagafci i kishte thënë se e mbarojmë sepse nuk kemi vetëm këtë punë që ta kryejmë me urgjencë. Në pikë tregoi se Hamdiun e kishin ballafaquar me faktin se diplomat ishin falso, mirë po ai kishte këmbgulur për të kundërtën. Vetëm kemi folur në telefon, sharje pafund, ofendime pafund, mirë po nuk pranon. Edhe ajo akoma këmbgul që dokumentet janë të sakta. Sherrin e madhe pati puna e Hamdin Recaj, kjo nga se viktimës në pikë ju 3 të ëndra për t'jetuar në Norvegji. Tash e 5 vjet, 40 vjeçare ka të ndaluar të shkel në zonën Schengen. Më dhanë datë për fundjavë që të kthehesha në Shqipëri, edhe 5 vjet i spuls.
Vendimi nënkupton që ju jeni të detyruar të largoheni vullnetarisht nga vendi. Nëse dëshironi të qëndroni në Norvegji gjatë shqyrtimit të ankesës, duhet të kërkoni shtyrjen e zbatimit. Një ankesë kërkesë e mundshme për zbatimin e shtyrë duhet të dërgohet në distriktin policor të Oslos, seksioni për shërbimet e imigracionit, departamenti Oslo. Jeni të informuar gjithashtu se jeni të detyruar të paguani vetë shpenzimet për udhëtimin e kthimit dhe mundësisht shpenzimet e publikut në lidhje me zbatimin. Seksioni 91 i ligjit të imigracionit për të siguruar zbatimin e vendimit, ju kërkohet të paraqiteni në polici me një biletë të vlefshme dhe dokument udhëtimi. Ju këshillojmë që nuk mund të udhëtoni ndërmjet vendeve në një tjetër Schengen pasi nuk keni një leje qëndrimi të vlefshme Schengen. Duke qenë se ëndrrën s'mund t'ja kthej, Kreçka në pikë S sot kërkon është kthimi parave, me të cilat ja kishte paguar Hamdiu diplomën. O idiot, çfarë mallkimi është bën? Jam në proces të më kthejmë parat. Mos më detyro vërtet të bëhem pis, shumë thjesht. Nga data 15 tetor, për çdo 15 do t'ua dërgoj nga 1000 euro për 5 muaj. Nesër të tregoj sakt kur i merr lekët. Hamde, po edhe më tepër muhabetin, unë dua lekët e mia, mos më detyro të bëj denoncim.